Në prag të festës së Kurban Bajramit, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Faton Peci, ka vizituar qytetin e Prizrenit për të inspektuar qingjët që do të theren me rastin e kësaj feste të shenjtë për besimtarët musliman. Nga ky qytet me trashëgimi të pasur kulturore dhe fetare, ministri përcolli një mesazh të veçantë për qytetarët. Sonte është nata e Kurban Bajramit, një natë me rëndësi të veçantë për të gjithë besimtarët musliman. Shumë prej jush planifikoni të bëni therjen e kurbanit, ndaj u bëj thirrje që këtë ta bëni vetëm në thertoret e licencuara, u shpreh ministri Peci. Ai theksoi rëndësinë e ruajtjes së standardeve të higjienës dhe sigurisë ushqimore gjatë kësaj feste, duke theksuar se bërja e kurbanit jashtë kushteve të rregulluara paraqet rrezik për shëndetin publik. Peci nënvizoi se është momenti i dur që përveç përmbushjes së obligimit fetar, të ndërtojmë një kulturë të respektimit të kushteve higjienike dhe kujdesit për ambientin. Duke ndjekur traditën, nuk duhet të harrojmë detyrimin që kemi ndaj natyrës dhe shëndetit tonë, tha ai. Në këtë ditë që përkon edhe me ditën botërore të mjedisit, ministri bëri thirrje që edhe rritet fetare të kryen në mënyrë të ndërgjegjshme, pa ndotur ambientin. Ai e quajti këtë një mundësi për reflektim dhe edukim, ku besimi, tradita dhe kujdesi për mjedisin mund të ecin së bashku në harmoni. Ministria do të vazhdojë sa kaq inspektimet në të gjithë Kosovën për të siguruar që therrja e kurbanëve të realizohet sipas rregullave, duke mbrojtur shëndetin e qytetarëve dhe ambientin.